Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Davide Jadel, pasi hyri me forcë në mbledhje, bashkia jep zgjidhje problemit të tij. Davide ishte pikërisht djali i cili bëri buj, i riu nga Vlora, që u shpall edhe heroi i muajit shtator, pasi ndërpreu me tone të ashpra mbledhjen e Këshillit Bashkiak për të kërkuar llogari për problemin e tij që ka gjetur më në fund zgjidhja. Përpjekjet dhe zëri i tij për të kërkuar dëmshpërblim për shëmbjen e banesës 5 vite më parë gjatë punimeve për ndërtimin e rrugës transballkanike kanë rënë më në fund në veshin e Bashkisë së Vlorës dhe drejtuesve të saj. Ditën e sotme, kryetari i komanduar i kësaj bashkie ka njoftuar se problemi i Davidit është zgjidhur dhe se i riu do marrë dëmshpërblimin që i takon dhe është miratuar me kohë nga Këshilli i Ministrave. Prej disa vitesh, Davide, bashkë me vlonjatët e tjerë, sërollateshin në dyert e institucioneve për të kërkuar të drejtën që u takonte, ndërkohë jetonin në kushte të vështira. Rasti i Davides tregon një fakt të trisht që vetëm me forcë mund të marrësh atë që të takon nga shteti që i paguan çdo detyrim si qytetar, por vetëm si i tillë nuk jeton.